Rikonstruksioni i repartit të kirurgjisë së përgjithshme në Spitalin Rajonal të Beratit rrezikon të shkaktojë problematika serioze në repartin obstetrik ginekologjik ose i njohur në gjuhën popullore maternitetit. Dy mjek të këtij reparti, Gentian Kusta dhe Arqile Vasili, kanë denoncuar zaptimin e sallës kirurgjikale të maternitetit pa një njoftim dhe kanë denoncuar kushtet e papërshtatshme në të cilat drejtoria e Spitalit Rajonal të Beratit po i detyron të punojnë. Kanë dhënë, ne kanë lënë jashtë, gjërat i kanë bërë jashtë, apo më thënë. Ja. Moj këtu kanë ardhur, domethënë edhe pa na pyetur ne. Si mund trajtohet një grua domethënë baka një burr? Po ndërkohë ata pretendojnë t'i marrin këta. Ata nxjerrin jashtë gjithë, kjo është problemi. Pretendojnë, e kupton? Pretendojnë që të vënë burr dhe grua këtu. Hajde te kjo sallë, te kjo zonë. Ata mendojnë këtu që të vendosin një grua që aborton me një burr këtu që, me një burr këtu që ka bërë operacion apandisitit. Mendojnë këtu. Bash burr dhe gra këtu bash. Është jashtë çdo lloj ligji, çdo lloj konvente ndërkombëtare, çdo lloj logjike njerëzore. Janë aparaturat i kanë nxjerrë, i kanë nxjerrë fort. Pa na pyetur njëri fare. Pa shkresë. E kupton? Nga ana tjetër, drejtuesi i Spitalit Rajonal të Beratit, Arben Konomi, jashtë kamerave, shpjegon që procedurat janë kryer konform ligjit dhe shkresat janë ndërzuar Ministrisë së Shëndetësisë që në datë 17 tetor 2025 për fillimin e rikonstruksionit të repartit të kirurgjisë me kozgjatje 3 mujore. Nga punimet që po kryen nuk është prekur vetëm ginekologjia, por edhe repartet e patologjisë dhe pediatrisë. Ai ka paralajmëruar masa ligjore dhe administrative nëse pengohet puna e repartit të kirurgjisë së përgjithshme gjatë periudhës së rikonstruksionit.